Përshëndetje të dashur miq. Sot do të gatuaj një turli shumë ngjyrshe me qiqra. Atëherë, për këtë recet kam 450 gram qiqra, i kam zier dhe i kam gati. Qiqrat zihen si fasole, pak a shumë deri në muajin e parë dhe pastaj i zihen përsëri. Por nëse doni që t'i hiqni atë cipën që lëshon qiqra, atëherë të uji i parë që do ta zieni do shtoni një lugë kafe me sodë. Do ta zieni dhe cipa do filloj do t'i dali dhe do ta pastroni nga cipa dhe pastaj do ta vendosni për ujin e dytë siç bëjmë që zihen fasulet normalisht. Dhe i lëm me ujin e tyre deri në momentin që do t'i përdorim. Tham 450 gram i kemi qiqra të ziera. Kam 1 kilogram kungull të verdh. Kungullin e kam pjekur në furrë për 1 orë me pak krip, rigon, piper, rozmarin dhe vaj ulliri. Jo ujë. Kaq, e gatuajmë në furrë për 1 orë, e pjekim për 1 orë dhe e presim në kubik. Atëherë, 1 kilogram tham kungull të verdh dimëror, kam 1 patate të ëmbël, kam 2 speca të kuqe, 2 speca jeshile, por mund të përdorni edhe speca të verdha ose vetëm jeshile ose vetëm të kuqe, nëse ndonjë nga ato nuk e keni qejf. Në total janë 4 speca. Atëherë kam 4 thelpime hudra të grira, jo shumë holl, të grira normalisht. Kam 1 tufë me kopër, e larë e pastruar dhe e grirë. Kam 1 gotë me ujë në fund që do kalojmë në furrë turlin. Kam piper të zi, krip, kam kumin pluhur, kam shafranin dje, salcë dhe vaj ulliri. Përbërësit janë këto, tham zim më përpara qiqrat, do pjekim në furrë. Njëkohësisht që mund të merreni me qiqrat, mund të vendosni në furrë edhe kungullin dhe do presim specat dhe do t'i pastrojmë më saktë në fillim kafarat që kanë brenda dhe do t'i presim. Nuk është e vaj që t'i presim në copa të holla, sepse do gatuhen. Siç e kemi specin, priteni në këtë mënyrë. Nuk është e vaj që të pritet në copa të vogla. Të njëjtën gjë do bëjmë edhe me pataten. Do ta qirojmë në lëkura dhe do ta presim në kubik. Do ta prisni në madhësitë që keni dëshirë ju. Atëherë specat i kam prerë, i kam gati dhe pataten e ëmbël. Jemi gati që të fillojmë e gatimin e turlis. Si fillim do shtojmë në tigan specat. Në tigan kam shtuar vajin dhe do shtoj specat. Do skuqim avash specat. Dhe pastaj do shtojmë pataten. Kam skuqur për disa minuta specat, por nuk duam t'i lëm që të digjen, sepse do skuqen dhe bashkë me patatet. Dhe ndërkohë shtojmë dhe pataten e ëmbël. Do ta skuqim avash, derisa të fillojë dhe të zbutet pasta. Pataten e ëmbël dhe specat i kemi skuqur, nuk duam t'i lëm që të digjen. Do shtojmë dhe hudrën, hudra nuk do shumë, dhe fillon dhe digjet shpejt. Sa të lëshoj shijen. Do shtojmë qiqrat. Kam pulluar nga uji, nuk e duam ujin e vet. Nëse keni dëshirë mund të mbani ujin e vet, në vend të ujit që unë do përdor ujë thjesht, mund të përdorni ujin e qiqrave. Kemi shtuar qiqrat, do shtojmë kungullin. Do shtojmë avash sipër që mos të na prishet, sepse thamë kemi pjekur. Edhe në fund nuk është se do duan shumë, sepse janë pothuajse të gjysma të ziera, më shumë se gjysma mund të themi. Do fillojmë dhe do shtojmë erzat tona, piperin e zi, nëse diçka nuk t'u pëlqen, ato erza, atëherë mos e shtoni. Do shtojmë kripën. Do shtoj kuminin. Me sy e shtoni. Varet sa të fortë e doni edhe aromën e kuminit, nëse nuk i pëlqen shumë, të shtoni pak. Po kështu do veprojmë dhe me shafranin e ndis.
jep një ngjyrë shumë të mirë. Do t'i shtojmë edhe salcën. Nëse keni dëshirë mund të shtoni domate. Mjafton. Do t'i bëjmë një trazim të lehtë. E kam trazuar pak edhe me kujdes. Do shtojmë koprën. Nëse keni dëshirë mund të shtoni edhe majdanol. Dhe do t'i shtojmë ujë. E thikim sobën, sepse nuk duam që të gatuhet sipër sobës. Dhe kështu siç e kemi do ta fusim brenda në furrë. Në furrë do ta lëm, sepse tham pak a shumë të gjitha janë të gatuara. Thjesht do ta lëm që të përzihen aromrat dhe shijet me njëra tjetrën dhe gjella të fillojë të pikset. Kur ta shikojmë që do pikset mirë dhe do ngelet vetëm me vajin e vet, atëherë gjella është gati. E fusim në furrë 200-220 gradë. Dhe pastaj e shikoni me sy se sa orë do bëj që të përfundoj gjella jo. Turlia me qiqra dhe me perime ka përfunduar, ka dalë jashtëzakonisht shumë e shijshme. Ju sugjeroj ta provoni. Ju bëf të mirë, miq të dashur.